Himni që na bashkon zemrat tona dhe zgjon krenarinë shqiptare në çdo festë përvjetor. Të nderuar arsimtar, prindër, mysafir dhe ju nxënës të dashur, mirë se keni ardhur në manifestimin solemn me rastin e ditës së shkollës sonë. Më lejoni të përshëndes drejtorin e shkollës, zotëri Shufrisa Diku, stafin drejtues, veteranët e arsimit, arsimtarët, prindërit, nxënësit dhe të gjithë mysafirët që me praninë tuaj e bëni edhe më madhështor këtë ditë të veçantë. Sot festojmë dijen për kushtimin, kujtimin, sukseset dhe rrugëtimin e shumë brezave që kanë kaluar në bankat e kësaj shkolle. Çdo shkollë ka historinë e saj, por shkolla jonë ka dhe shpirtin e saj, shpirtin e nxënësve, arsimtarëve dhe të gjithë atyre që me vite kanë kontribuar për të. Me shumë respekt, ftojmë drejtorin e shkollës, zotëri Shufrisa Diku, që të marrë fjalën dhe të shpallë të hapur këtë manifestim solemn. Përshëndetje për të gjithë, të dashur nxënës, prindër, arsimtar, ju drejtor, udhëheqës të institucioneve të ndryshme, faleminderit që ndatë kohë që sot jeni prezent këtu me ne, për
të shënuar ditën më të rëndësishme të shkollës sonë, që përnder të kësaj dite, arsimtarët me nxënësit e tyre kanë përgatitur një program festiv, të cilin ju ftoj që ta ndjekim. Faleminderit. E falenderojmë drejtorin për fjalët e ngrohta dhe mesazhin frymëzues. Tani nxënësja Viola Liu do të sjellë para jush referatin kushtuar ditës së shkollës sonë. Skenarët anti-shqiptar asnjëherë nuk pushuan për ta skenuar fjalën e bukur shqipe dhe për ta asgjësuar shkolla shqipe. Caki këtyre skenarëve sigurisht që do të ishte dhe shkolla mbi të duhur. Kështu, me themelimin e këtij tempulli të diturisë, procesi mosimor fillimisht do të fillojë në gjuhën shqipe. Por më vonë, serbisha do të bëjë gjuhë të cilat mosimdhënësit do të vlisnin përpara nxënësve të tyre. Në vitin shkollor 1921-1922, do të hap shkolla e parë shqipe me emrin Isa Valentin, në të cilën mësimin dishin gjithsej 82 nxënës, nga mësuesi i parë i kësaj shkolle Remzi Gjemaili. Në fshatin Servic, shkolla do të hapet një vit më vonë, përgjithsisht në vitin shkollor 1922-1923, dhe quhej Hasan Prishtina. Mësuesi i parë i kësaj shkolle ishte Llaçi Preliçi, i cili kishte 22 nxënës. Në fshatin Prek, shkolla u hap në prill të vitit 1922 dhe quhej Vrana Kokë. Ajo numëronte 40 nxënës dhe mësuesi i parë në këtë shkollë ishte Vagjen Hilo. Të kapluar marrëdhënia e atij dashurisë dhe dashuria për fjalën e bukur shqipe, ku shumë veteranë të arsimit kanë kontribuar dhe kanë sakrifikuar për të arritur këtu ku jemi sot, për të cilën ne u jemi shumë rinjohës. Do të ishin ata apo të njëjtit të cilët u maltretuan dhe u burgosin nga policia slave, për guximin e tyre nuk e poshtë. Fal kontributit të tyre dhe shumë të tjerëve, sot në 72 vjetorin e themelimit të këtij institucioni, mund të krenoni se nga këtu kanë dalë dhjetra doktora shkencash, magjistra dhe shumë intelektual të lëvive të ndryshme. Ky tempull i diturisë sot numëron 160 nxënës, duke përfshirë edhe shkollat periferike. Por plaga e martimit nuk kalon anës as shkollën tonë. Kjo shqip në numrin e nxënësve që çdo vit shkon në rrugë. Por shpresa se një ditë gjithçka do të bëhet mirë nuk shuhet kurrë. Në një ditë si kjo, mirënjohja bëhet fjalë zemre. Sot nderojmë ata që me përkushtim, punë dhe dashuri kanë lënë dorë në shkollën tonë. Ftojmë drejtorin e shkollës, zotëri Shqipëri Sadiku, të ndajë mirënjohje për Sali Emini me rastin e pensionimit. Për kontributin e tyre të çmuar për kushtimin e palodhur në arsim, nderojmë arsimtarin Lulzim Kadriu për 20 vite punë të suksesshme. Për 30 vite shërbim me angazhim të vazhdueshëm në edukimin e shumë gjeneratave. Në këtë ditë të veçantë, shkolla jonë nda mirënjohje edhe për ish drejtorin, zotëri Kujtim Kasami, për kontributin dhe për kushtimin e tij ndër vite. E ftojmë të marrë mirënjohjen. Sukseset e nxënësve janë krenaria më e madhe e një shkolle. Me kënaqësi do të ndajmë lëndat për nxënësit që morën pjesë në garat komunale në lëndën e kimisë. Ftojmë nxënësen Alberta Koçi.
Anila Sula. Djelza Veseli. Mirënjohjeve veçantë i ndahen nxënëses Eda Limani për vendin e dytë në garat komunale dhe pjesëmarrjen në garat rajonale në lëndën e kimisë në Ohër. Lëvdata për nxënësit që morën pjesë në garat komunale të gjuhës angleze organizuar nga Eltam në Ohër, ftojmë nxënësen Luana Xhambazi. Ersuela Ballazhi. Eliza Mustafa. Erina Mustafa. Mirënjohje dhe lëvdat i ndahen nxënëses Uskana Ballazhi për suksesin e arritur, vendi i tretë në garat komunale dhe rajonale të gjuhës angleze. Pas çdo suksesi qëndron puna dhe përkushtimi arsimtarëve. Falenderojmë arsimtarët të cilët morën pjesë në garë. Dashmire Mustafa. Latife Nureddini. Linda Selimi Lutfiu dhe Albiona Bajrami. I falenderojmë për punën, për kushtimin dhe sukseset e arritura. Shkolla jonë shpreh mirënjohje të veçantë edhe për shoqatat humanitare dhe bashkësitë lokale për mbështetjen dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm me shkollën tonë. Ftojmë ndihmës drejtorin Nuhisa Diku që të ndajë mirënjohje për shoqata humanitare Garana Zvicër. Shoqata humanitare Garana e Bashkuar SBA. Shoqata humanitare Crvica Zvicër. Shoqata humanitare Shutova Zvicër. Bashkësia lokale Garan Strelës. Bashkësia lokale Cërvic. Bashkësia lokale Shutov. Bashkësia
breve shkollore. Falë mbështetjes suaj, shumë aktivitete dhe suksese bëhen të mundura. Përmes poezisë, këngës dhe balleve, nxënësit tanë do të sjellin emocion, kulturë dhe dashuri për shkollën. Programin artistik e hapin me të veçlit tanë ftojnë nxënësit e klasës së parë, 2 dhe të 3 me vallen e Ilja Shota dhe më pas do të parakyten nxënësit e klasës së 5-1 me recitalin Shkolla Jonë ju ftoj t'i ndjekin. Oh,
se sot. Mësojmë bashkë të mendojmë thellë, të dallojmë të drejtën nga e keqja në jetë. Mësuesit tanë na japin dritë, na udhëheqin neve çdo ditë. Shokët pranë janë pasuri, ndajnë ëndra e çdo gëzim me miqësi. Shkolla jona vendi I artë, na përgatit për rrugët e gjatë. Çfarë është shkolla për ne? Gëzuar kjo ditë e bukur për ne, që hap dyert drejt një bote të re. Kur këndohet për Shqipëri, zemra flet më fort se fjala. Me shumë emocion para jush vjen, zënësja Rona Kadriu me këngën O Kukasi ti, o Shqipëria ime. Më pas do të dëgjojmë zënësit e klasës së parë 3 me poezin Shkolla ime, dhe nxënësi I klasës së parë Lidian Mustafa me poezin Dita e shkollës. Ej, fort po shëndritaj djellë dhe burimi këngës rrugjeve I përcjell. Ej, fort po ngro ky djell, edhe trima në përmend mi sjell, mi përkthell nga ky
Shkolla ime zgjera me të shtreta që unë jam të roj, jam vetëmundja ime dhe shkolla ku më shëj. E dua shkollën time, kom mësovatër, ajo e gjallë kujtime rrugë Marefer. Nëse një ditë mua me shifë një gjinje, vetëm asa shkollës time i takon këndesh. A dy pranë shukë vita, fitova dhe edukata, shkolla, libra dhe mësuesit meritojnë çdo lofta. Shkolla dhe mësuesi parë, në kurz do t'i harroj ata që gjunë të mua lam, të madh do t'i kujtoj. Dita e shkollës, e bukur është festa që ne sot festojmë dhe në 3 vjetor ne do ta festojmë. Gëzuar shkolla ime, festa e shkëllëzime, urime një mësues kësaj shkollës ime. E gëzosh këtë ditë, ti më shkolla ime, të dëshiroj kam zemra shumë vjeturi. Para jush paraqiten, Olsa Spahiu me poezin Shkolla dhe Luana Xhambazi me poezin Shkolla jonë. Vend që shka mësova, në këtë vend për jetu e njësova. Aty ku gjithmonë derdhe dituria, është vend të pasurohet fëmija. Nëse të armën time gjithmonë e ndërroj, asgjë pa shkollë nuk mund të mendoj. Shpresoj që askush pa shkollë mos vet, shpresoj që askush të mos quhet analfabet. Shkolla jonë, në oborin e shkollës plotare, s'raptan t'i këlloj si kënë, mësuesit na u heqin çdo ditë, drejtjes që na bëjnë më të fortë. Sot është festë e shkollës sonë, me buzëqeshje e zemra plotrit, këto rriten në ëndrat e mëdha dhe ndërtojnë të ardhmen me dituri. Vallet tona popullore mbajnë gjallë traditën, kulturën dhe shpirtin shqiptar, me ritëm, buzëqeshje dhe kostrume tradicionale, paraqitet klasat 2, 3, 4 dhe 5 me valle motive malësie. Dhe më pas nxënësja Eliza Mustafa me poezinë Nëna.
Në mbrëmje u kthya në shtëpi, i lodhur, i ngrysur me traktet në gjithë. Mes natës së shurë seret së shkret, do në gjisa i traktet kudo në qytet. Mes natës të sonë të nënës gjo, mirë biri nënës, flipir thajo, a i si vdiku në qumra pastaj, dhe nëna bitën nuk i da sytë e saj. Shikon ajo traktet dhe lutet për të, flipiri nënës, se ora së shkën. A kripi lëvis me ka da lëvis, pas perdesh, pas gjamash e zezën ata bis. Në ndrej pustjeshe po shet, një fush të bukur e në qirë pare. Dhe nëna ti me të bardha vallzon, në fush të sahatit me dorë tregon. Akoma kripi s'ka shkuar me një, daj nëna s'te zgjon, daj akoma po fle. Por befas në fushën të qua që larkë, në krisë për rreth, trakatrak. Dhe nëna është tuk së në mjekull atje, sahati u thyrë se qra përpi dhe. I mbytu në qesës quaj, o nën, dhe dorën e furi në gjithë. Atje trakte s'ka, o nën, ku je? Pas perdesh, pas gjamash, po këthim ditere. O nën, po nëna nuk është më për qark. Diku mitalozi troket trakatrak, diçka në përmeta shpiti erthi, u hotrit ka porta kuptoj e u zverth. Në dore volveri në rrugën e shkret, vrapon e si kudo në qytet. O nën, ku je? Ja sparthi mbi muret sa trakte atje. Nxënësja Viu Seini me poezin Shkolla ime. Për mes vargut artistik paraqitet nxënësja Zelie Ballazhi me poezin kundër mallkimit të gjuhës shqipe dhe nxënësit Ersuela Ballazhi, Alban Tika dhe Dielli Çeliku me poezin Korça. Shkolla ime, o shkolla ime, sa shumë kujtime, kur kthe kokën pas dhe përgjesh shkugëzime, si ditën e parë, kur erdha duke qarë, si festën arbetares e veshën të bardhë, dhe mësuesit tanë që prana qëndrojnë, çdo ditë gjëra të reja, me durima mësojnë, kur ne do të rritemi e do të dalim në jetë, do t'i kujtojmë për herë si heroj të vërtetë. Kundër mallkimit të gjuhës shqipe, si shqiptar që jemi, shqiptar duhet të mësojmë, dhe Zotit të drejtë e kemi, në gjuhën shqipe ta luftojmë. E po ju gjuhën tonë, doni ta humbisni fare, me mallkime me nëm, shprehni ta shpini në vare. S'më vjen rënd nga priftërinjt, që s'din ç'bën e ç'punojnë, i urdhërojnë të zinë, që gjuhën shqipe ta mallkojnë, po krye priftërinjt e tyre, në këmbës të ortodoksisë, shumë punë prej mëndzyri, bëjnë këtë shqipërisë, të mallkojnë njerëzin, të nëmosin gjuhën tonë, të përçajnë Perëndin, Zoti mos e pastër, thos ti ka krishti shqip, dhe vetëm shqip fjalë s'pret prej nesh, vetëm në gjuhën greqisht të dëgjon me të mban vesh. Këto e shumë të tjerë, që dëgjon në kishë brënda, na mallkojnë për hera, gjuhën tonë që s'o ka ënda, s'kan frika s'tu përohen, që përçajnë Perëndin, po mburren e lëvdërohen, që shërbejnë në Greqi. Gjuhën e kemi tonë, të vjetër e të fyer, nga Perëndia i shtën, që ta ruajnë të shkëlqyer. Korça, o vëllezër shqiptar, zoni që na erdh kjo ditë, ka që mire, ka që parë, që sjell gjithë mirësinë. Kjo është një ditë rreze, që i bie vllazërin e të bonit me zezë dhe ndarjen e marrësinë. Ta lusim këtë ditë, që e bekoj Zoti vërtet, dhe dërgoj me shumë dritë, ti mbese emri për jetë. Zot e vun gurën e parë, sa është e bekuar kjo ditë, Zot
madhe pruftmar e na dhënë urtësi. Hapu erësi, bajar të hu o dritë, se arriti kohë mirë, u këthi nata u bëdit. Sot nisën në tjetër jetë, të rëmer poshtë e shtije, bretëron fjallë e vërdet dhe të mira gjithë i bje. Zoti i madh qofti lëvdruar, që ndjerë një shishë të vërtet, se ajo si janë ka buruar, pa ndritur në jetë, lumja ti vojkor që lule, që i le pas shoqët të tua, si trim në babë sulle të pas Shqipërie tua. Kushdo që sot bur, dhe shqiptari vërtet, emri si shuhet kur, dhe nderi romë për jetë. Gjuha jonë, sa e mirë, sa e ëmbël, sa e gjerë, sa e lehtë, sa e lirë, sa e bukur, sa e vlerë. Kjo është të mëm e mirësis, që bie qytetrin gazdi në valseris, njerëzim e miqësim. Si jemi grekër, as bulgar, as gjë tjetër nuk jemi vetëm shqiptar, do këtë emër der e kemi. Ky emër është shumë i mirë, mos jemi të kënyrë, nuk jemi në nësirë, se na njohim gjëmvyrë, bërëndia na len, për jetë të shukojmë, dhe kur mos e dëmtojmë, ta humbim dhe ta harrojmë. Të lëmë mënën tënë e të marrë një shtri, Zoti mos e pas të thënë, punë e keqe shumë e li, o sa qenë të gënyer, ata që vuan për borë, turp të mas ka rëfyer, punuan fare kot. Pa me toni o të qorë, e faltik bafsanin, që u bën tradhetor dhe qenë në perëndim. Nga gjithë që kemi kënduar, të ndërojnë vete e kaq që kemi mësuar, për të gënur dhe se njerëzit gjithë vdesin dhe jeta smetë të shkret, gjuha me më dhënë besin dhe pandur për jetë, me gjithë zemër të gëzuar dhe me gjithë shpirë të roni, zotëri e zotruar, gjithë për njërë thoni, rovë e qofë Shqipëria dhe kombi e gjuha jonë, lullozon dituria dhe ndik më shpaqen zonë. Skena e teatrit është vendi ku talenti merr jetë. Ju ftojmë të ndiqni dramatizmin teatrore nga nxënësit Eliza Mustafa, Lorina Alimi, Gëzim Aliu dhe Anila Sula. Dhe më pas nxënësja Uskana Ballazhi me poezin Grua, dhe nxënësi Xhelal Spahiu, Isnie Ballazhi dhe Rom Ballazhi me recitalin Gjuha Shqipe. Qdo do lidhë më të njerëzit ti dashmërit e të ruar, pse të lodhe me shkretit tua të imta, kur ato mund të shtrinë qnjë dhe të gjojnë zërin tim. Dhe tani lajmi i fundit. Dikush kishte haruar të më fiket jem, dhe unë fula me vetëm për 6 orë. Hap një rrugë atyri, si e dram, aksion, romanc dhe reklama që nuk i do askush. Unë jam fjala e fundit të teknikës. Në mua, qdo gjë është e gjallë, edhe shof, edhe dëgjoj. Mrekullia vej, ëndën mje vjeqarja njësimi, krejt botën e sjell në shtëpi qdo njeriu. Sa shumë shurë dhe ka shme përbajtje, së pari, ki e shikneri për më të vjetrit, dhe pastaj kujtoni nga keni dalë, po të mos t'ishe dhia që ka bajtur unë dërsheku, ju të zbuloshe kur dhe në fund. Mua njerëzit ende më duan, sepse jemi pasë me të surshëm. Të lutem, kush do të lexojë
njerëzit të gjitur në divan, unë i bazë gjuar në trafik, unë i bëjt haron që kanë telefon. kjo është e pamundur. Ç'po ndodh këtu? Pse po vërtisni si në debat televiziv? Sepse unë jam më i rëndësishëm. Jo unë. Le ta provojmë. Mirëmëngjesi. Sot do të flasim për gjithçka dhe asgjë. Dhe të një kohë që nuk do të dalë nga media për 3 ditë. Okej, tani e kam në kohë. Pse ma bëri këtë? Shiko këtë film. Ka aksion, dram, lot dhe fund që s'ka kuptim. Pse po e shoh akoma këtë? Sepse s'ke çfarë të bësh. Lexo të faqe, vetëm një. Nuk e di se ku mbeta herën tjetër me rrethimin tim, po di vetëm se kurash të flerë. Interesante. Vetëm edhe një. Okej. Asgjë s'ka ndryshuar. Të gjithë janë po ashtu siç kanë qenë. Dhe ne mbetemi përsëri në varfërinë e bardhë. Edhe një. Prit, pse po lexoj ende? E sheh, unë e hipnotizoj, unë i pushtoj mendjen. Unë e mbaj pen me histori. Të them të drejtën, radio më zgjon, televizori më lodh dhe libri më qetëson, por në fund të tre më bën të flet. Të paktën nuk jemi të mërzitshëm, sepse unë jam më i re ende më i bukur. Dhe unë më i thellë. Dhe unë më i lodhur. Grua, sa botritet brenda teje, sa dripart shikimi yt, sa erbota të lodhi, sa rrupërpoq të lulëzonte. Ti u ngrite, me zërin tënd u rritën breza, me duart e tua u ndërtuan ëndra. Ti nuk je vetëm një hije që ecën pas historisë, ti je vetë historia. Sa të thanë nuk mundesh, ti tregove se mundesh. Sa rrupërpoqën të heshin, zëri yt u bëje hon, ti e zëri i nënës që këndoni nulla, je krahët e motrës që përqafon, je buzëtjeshja e gruas që sfidon botën me forcën e shpirtit. Por sa herë je detyruar të harrosh veten? Sa herë dhe pa kërkuar asgjë në këmbim? A e ke parë ndonjëherë veten e pasqyrë? Jo për të parë rrudha që koha të ka duruar, po për ta parë forcën që sa mori askush. Ti nuk je vetëm një emër në libra, një figurë në hije, një përshkëritje në rësirë. Ti e alimin dhe perëndimin, je ajo që ecën kur të tjerët dorëzohen, je fryma që nuk shohet kurrë. Prandaj, griu, ec, mos u dal, jo për botën, po për veten. Jo për atë që të tjerët presin, po për atë që meriton ti. Sepse ti je më shumë se një grua, ti e vetë jeta. Qua shyrë, por si kanga e zokët të verës, që valzon në vrim të prillit, por si angli fladi erës, që lëmon gjithë trëndafilin, por si gjama e rëfes qetare, por si ushtima e një tërmeti, gjashtua gjuha jonë shqiptare. Ah, po e ambël fjale saj, por si gjumi me një kërthi, por si drita plëtu staj, por si gazi pa më shi, edhe bie të kumbuë, por si fleta e kumbimi, ka e bie qëllim të fluturuë, dhe të zjarë valet ta mshimi. Pra mallkuën e mirë shqiptari, që këtë gjukë përëndis, trashëgim najna i pari, trashëgim sjalen naj fëmis, edhe ati ju thaftë, po ajo goj, që të përbus këtë gjukë minore, që në gjutë tu e kur sa shtë nevoja, flet një të vetin e lëm pas dore. Gjuhë shqype në natona, shqipe i djepi në kanë thanu, se ashtë një zot që do të dona. Mjaftë që jetën në kanë dhanu, edhe shqip në tha se zoti, për shqiptare shqipnin e fali, se sa tëndën s'tina e moti. Shqip në veti po pik më parë,
në agim të jetës kur kemi shkuar, të ndjekur flutrat në përar, po mos e pari shtyp kemi kënduar. Kemi kënduar armët besnike që flak ka në dorë të shqiptarve, ka kënde këta për dhe të parë. Në këtë gjuhë dhe njaj leka, që në vëllim për të risja zuni, në këtë gjuhë dhe kastriota, u patë vërë në artin ushtrive, qisa triste e djelit rota, ka në kenë dera trimnime. Pra shqiptar çdo feshët jeni, gegetos malësie qyteta, qënë tuaj kur mos talini sa tjetjeta, por për të gjithmon punoni, pse të mbani qënë tuaj, fisi juaj vendi zakoni, ka me umbajt larkan dësuaj, qënë shqype po të mbar, ka me unjos se që fisi ju kini, ka me unjoh për shqiptar, trim në zasë kur se tini. Taj pra, me tonë në visim, mali krejnë në marcia, dhe taj goje sot në orisim, me gjutë vetër poshtë. Tani ftojmë dy nxënëset e talentuara të shkollës sonë të paraqiten me këngët e tyre dhe të nxënësja Rajana Dervishi me këngën e Dua Pranverën dhe nxënësja Isra Elmazi me këngën Xhamadani i Ri. Thank
shkojshin dhe mirë do t'a kofshin në përvjetorët dashur.